Ish deputeti i Partisë Socialiste Alqi Bllako, ish shoqëruar nga mbrojtësi i tij ligjor, është paraqitur këtë të martë në ambientet e gjykatës së posaçme. Megjithatë, procesi i parashikuar nuk ka mundur të vijojë normalisht, pasi seanca u shtyi për një datë tjetër, si pasojë e mungesave të konstatuara në sallën e gjyqit. Kjo paraqitje vjen pas vendimit të datës 11 mars, ku GKKO e deklaroi fajtor ish zyrtarin e lartë, duke e dënuar me 4 vite burgim për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë shtetëror, e kryer në 2 raste. Për shkak të përfitimit nga ligji për gjykimin e shkurtuar, dënimi përfundimtar që Bllako duhet të vuante, u reduktua në 2 vite e 8 muaj burgim. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme, ish deputeti akuzohet se ka përfituar në mënyrë të tërthort një vlerë prej rreth 120.000 eurosh nga Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të cilët konsiderohen si pronarët faktik të shoqërisë koncesionare. Kjo shumë monetare, sipas prokurorëve, është përdorur për të blerë një pajisje teknologjike që do t'i shërbente aktivitetit tregtar të babait të tij, specifikisht për një fabrikë birret në Ersek.